Eliona dhe Klodi përballen sërish në një debat të hapur. Atmosfera është e rënë dhe e tensionuar, ndërsa banorët e tjerë ndihen se diçka e fortë po ndodh mes tyre. Eliona qëndron përballë Klodit me një qëndrim të vendosur, ndryshe nga herët e tjera ku është shfaqur më e tërhequr. Eliona e nis bisedën me një ton të prerë dhe të ftohtë. Ajo i thot Klodit se ka arritur në një pikë ku e ka kuptuar qartë se ai nuk ia vlen as pak dhe se ka qenë gabim të qëndronte pranë tij. Fjalët e saj dalin të qarta, pa hezitim, sikur për herë të parë po thot gjithçka që e ka mbajtur brenda për një kohë të gjatë. Ajo vazhdon duke i thënë se sjellja e Klodit ka qenë kontradiktore dhe e paqëndrueshme. Sipas saj, ai ka treguar një fytyrë tjetër në momente të ndryshme, duke folur ndryshe para saj dhe ndryshe para banorëve të tjerë. Eliona e akuzon se nuk ka qenë i sinqert dhe se ka luajtur me fjalë, situata dhe ndjenja. Klodi përpiqet të reagojë, por Eliona nuk ndalet. Ajo i thot se e sheh si një njeri fallto, që përpiqet të duket ndryshe nga ajo që është në të vërtetë. Ajo thekson se kjo sjellje e tij e ka shgënjur thellë dhe se nuk dëshiron më të ketë asnjë lidhje apo komunikim me të. Klodi mbetet për disa sekonda në heshtje, i befasuar nga qëndrimi i Elionës. Më pas ai përpiqet të mbrojë veten, duke i thënë se nuk e ka detyruar askënd të qëndrojë pranë tij dhe se gjithmonë ka qenë i drejtë për drejtë. Ai e mohon faktin që është fallto dhe thotë se thjesht ka qenë vetvetja në çdo situatë. Eliona i përgjigjet menjëherë, duke i thënë se pikërisht kjo është problemi, ajo që ai e quan vetvetja, për të është mungesë sinqeriteti dhe respekti. Ajo shprehet se ka duruar shumë, ka heshtur në shumë momente dhe ka justifikuar sjellje që sot i duken të papranueshme. Debati vazhdon me tone të forta, por të kontrolluara. Eliona flet për ndjenjen e shgënjimit, për pritshmëritë që ka pasur dhe për mënyrën se si Klodi i ka rrëzuar ato një nga një. Ajo thekson se tani ndihet më e qartë e më e fortë, sepse ka vendosur të mos e mashtrojë më veten. Klodi përpiqet të ndërhyjë disa herë, por çdo herë Eliona i kërkon ta lërë të flasë. Ajo i thot se kjo është hera e fundit që po i drejtohet dhe se nuk ka më asgjë për të sqaruar. Sipas saj, distanca është zgjidhja e vetme dhe më e shëndetshme për të dy. Banorët e tjerë i dëgjojnë në heshtje, disa të habitur nga vendosmëria e Elionës, disa të tjerë duke kuptuar se kjo përballje ka ardhur pas një grumbullimi emocionesh të forta. Çdo fjalë e saj e bën situatën më të rëndë, por edhe më të qartë. Në fund, Eliona e mbyll debatin duke i thënë Klodit se nuk dëshiron më asnjë komunikim dhe se për të, kjo histori ka përfunduar. Ajo largohet ngadalë, me kokën lart, duke lënë pas një heshtje të rëndë. Klodi mbetet vetëm, duke reflektuar mbi fjalët që sapo dëgjoi. Ky moment i mbushur me tension, shgënjim dhe përplasje karakteresh zgjet më shumë se 5 minuta video, duke treguar qartë vendosmërinë e Elionës dhe ndarjen përfundimtar. Klodi dhe Eliona përballen sërish. Atmosfera është e rëndë dhe tensioni mes tyre ndihet që në sekondat e para. Eliona i afrohet Klodit për të folur, por ai reagon menjëherë, duke bërë një hap pas dhe duke i treguar qartë me gjeste dhe ton se nuk dëshiron asnjë kontakt apo bisedë tjetër me të. Klodi i drejtohet Elionës me zë të prerë, duke i thënë që të qëndrojë larg tij. Ai shprehet qartë se ka nevojë për distancë dhe se nuk dëshiron më të përfshihet në asnjë diskutim apo debat me të. Zëri i tij është i ftohtë dhe i vendosur, gjë që e bën situatën edhe më të rëndë emocionalisht. Eliona mbetet e shtangur për disa çaste. Ajo nuk e priste një reagim kaq të ashpër dhe të drejtë për drejtë. Përpiqet të flasë, të shpjegojë veten, por Klodi e ndërpret menjëherë, duke i thënë se nuk dëshiron të dëgjojë asgjë më. Ai thekson se për të, kjo histori ka përfunduar dhe se çdo fjalë tjetër vetëm sa e rëndon më shumë situatën. Klodi vazhdon duke i thënë Elionës që të mos i flasë më fare. Ai shpjegon se ka arritur në një pikë ku çdo komunikim mes tyre vetëm sa krijon tension, keqkuptime dhe stres. Sipas tij, mënyra e vetme për të ruajtur qetësinë është distanca totale. Eliona ndjen një përzierje emocionesh, tronditje, mërzi dhe shgënjim. Ajo përpiqet të mbajë veten, por fytyra dhe sytë e saj tregojnë se kjo situatë po e prek thellë. Ajo i thotë se nuk e meriton të trajtohet në këtë mënyrë dhe se ka dashur vetëm të flasë dhe të sqarojë gjërat. Klodi nuk lëkundet. Ai i përsërit se vendimi i tij është i prerë dhe se nuk do të ndryshojë mendje. Ai e bën të qartë se nuk ka asnjë ndjenjë apo dëshirë për të vazhduar komunikimin dhe se Eliona duhet ta respektojë këtë kufi. Banorët e tjerë i vëzhgojnë nga larg, disa të shqetësuar, disa të heshtur.
Askush nuk ndërhyn menjëherë, sepse situata është shumë e ndjeshme. Çdo fjalë duket sikur peshon më shumë se zakonisht. Debati zgjatë për disa minuta, me pauza të gjata, shikime të ftohta dhe emocione të forta. Eliona përpiqet të kuptojë. Si arritën deri këtu, ndërsa Klodi qëndroni palëkundur në vendimin e tij. Ai I kthen shpinën ngadalë, duke I dhënë fund bisedës pa thënë më asnjë fjalë. Eliona mbetet vetëm, duke u përballur me realitetin e refuzimit dhe distancës që I është vendosur. Ky moment është I gjatë, I ngarkuar emocionalisht dhe shumë I fortë për publikun, duke zgjatur më shumë se 5 minuta video, pa dhunë fizike, por me tension maksimal psikologjik dhe dramatik. Benita dhe Klodi përfshihen në një debat të hapur që vjen si pasojë e situatave të fundit me Elionën. Atmosfera është e rëndë dhe e ngarkuar, ndërsa banorët e tjerë e kuptojnë se kjo përballje nuk është thjesht një keqkuptim I vogël, por diçka më e thellë. Benita e nis debatin me një ton të prerë dhe të vendosur. Ajo I drejtohet Klodit duke I thënë se nuk e kupton pse ai ndjen nevojën t'i japë shpjegime Elionës. Sipas saj, Klodi ka zgjedhur të qëndrojë pranë saj dhe jo pranë Elionës, prandaj çdo përpjekje për sqarime I duket e panevojshme dhe e gabuar. Ajo thekson se kjo sjellje e Klodit krijon konfuzion dhe lë hapësirë për keqinterpretime. Benita shprehet se ndjen sikur ai po lë dyer hapur, gjë që e bën situatën më të ndërlikuar dhe më të tensionuar për të gjithë. Zëri I saj është I qetë, por I mbushur me nerv të përmbajtur. Klodi përpiqet të reagojë, duke I thënë se nuk po bën asgjë të gabuar dhe se thjesht po mundohet të sqarojë gjërat që të mos ketë keqkuptime më vonë. Ai shprehet se nuk I pëlqen të lërë situata të hapura dhe se ndjen përgjegjësi të flasë hapur me njerëzit me të cilët ka pasur komunikim më parë. Benita nuk bindet nga kjo përgjigje. Ajo I thotë se përgjegjësia e tij është ndaj situatës që ka tani dhe jo ndaj së kaluarës. Sipas saj, çdo shpjegim shtesë vetëm sa I jep rëndësi një historie që duhet të ishte mbyllur. Ajo e pyet drejt për drejt pse vazhdon të kthehet pas, në vend që të qëndrojë I qartë në vendimet e tij. Debati vazhdon me ndërprerje dhe pauza të shkurtra. Benita flet për ndjenjën e pasigurisë që I krijohet kur Klodi vazhdon të merret me Elionën. Ajo thotë se kjo e bën të ndihet sikur po vihet në dyshim pozicioni I saj dhe se kjo nuk I pëlqen as pak. Klodi përpiqet të sqarojë se nuk ka asnjë dyshim për zgjedhjen e tij dhe se fakti që flet me Elionën nuk do të thotë se ka ndjenja apo interesa të tjera. Ai shpjegon se për të qartësia dhe komunikimi janë të rëndësishme për të shmangur konfliktet e panevojshme në shtëpi. Benita I përgjigjet duke I thënë se ndonjëherë qartësia nuk vjen nga fjalët, por nga veprimet. Ajo thekson se veprimet e tij po dërgojnë mesazhe të paqarta dhe se kjo po e vë në siklet. Sipas saj, nëse ai është me të, atëherë duhet ta tregojë këtë me sjellje të qarta dhe të qëndrueshme. Banorët e tjerë dëgjojnë nga larg, disa duke komentuar në heshtje, disa të tjerë duke u habitur nga serioziteti I debatit. Tensioni mes Benitës dhe Klodit rritet, por të dy përpiqen ta mbajnë bisedën në kufitë e fjalës, pa kaluar në ofendime. Në minutat e fundit të debatit, Benita e përmbyll qëndrimin e saj duke I thënë Klodit se nuk dëshiron më ta shohë duke u justifikuar apo shpjeguar para Elionës. Ajo I kërkon qartësi dhe vendosmëri, jo fjalë që lën hapësirë për interpretime. Klodi mbetet për pak në heshtje, duke reflektuar mbi atë që u tha. Ai shprehet se do të mendojë për gjithçka dhe se nuk ka qëllim ta lëndojë apo ta vërë në pozitë të vështirë Benitën. Megjithatë, debati nuk mbyllet plotësisht me në. Përplasja mes Limit dhe Klodit arrin një pikë shumë të nxehtë. Limi I afrohet Klodit me hapa të shpejtë, fytyra I është skuqur nga nervat dhe syt I ka të ngulur drejt tij. Që në sekondat e para kuptohet se situata ka dalë jashtë kontrollit verbal dhe se çdo fjalë e radhës mund ta ndezë edhe më shumë debatin. Limi I drejtohet Klodit me zë të lartë, duke I kërkuar me tone autoritare që të heshtë kur flet me të. Ai I thotë se është lodhur nga provokimet, nga komentet ironike dhe nga mënyra si Klodi përpiqet të duket mbi të tjerët. Fjalët e tij dalin të ashpra, të mbushura me nerv dhe mledh të grumbulluar prej ditësh. Klodi reagon menjëherë, pa u tërhequr asnjë hap. Ai I thotë se nuk I pëlqen as pak mënyra si Limi po I flet dhe se askush nuk ka të drejtë t'i imponojë heshtje. Ai thekson se gjithmonë ka folur hapur dhe se nuk do të ndalojë vetëm sepse dikujt nuk I pëlqen e vërteta. Debati ndizet edhe më shumë. Limi I kthehet duke I thënë se kjo nuk është hera e parë që Klodi I kalon kufit dhe se durimi I tij ka ardhur në fund.
Ai thekson se kërkon respekt dhe qetësi, jo fjalë të kota dhe provokime të vazhdueshme që prishin balancën e shtëpisë. Banorët e tjerë afrohen gradualisht, disa përpiqen të ndërhyjnë, të tjerë vetëm vëzhgojnë në heshtje. Atmosfera është e rëndë, çdo fjalë ndihet si goditje emocionale. Klodi përpiqet të mbrojë veten duke thënë se nuk e ka nisur ai këtë përplasje dhe se po sulmohet padrejtësisht. Limi vazhdon me tone të forta, duke i bërë të qartë se nuk do të tolerojë më mungesë respekti. Ai i thot Klodit që të di vendin e vet dhe të mos e përfshijë më në debate të kota. Zëri i tij është i fortë, por tashmë më i kontrolluar, sikur po lufton me veten për të mos e çuar situatën më tej. Klodi, edhe pse i tensionuar, fillon të ul pak tonin. Ai i thot se nuk ka frikë nga përballjet, por se nuk dëshiron që situata të degenerojë. Megjithatë, ai nuk tërhiqet nga qëndrimi i tij dhe vazhdon të mbrojë fjalët dhe sjelljen e vet. Debati zgjat për minuta të tëra, me ndërprerje, pauza të shkurtra dhe shikime të forta mes tyre. Çdo heshtje është e ngarkuar me nerva dhe çdo fjalë e re e rrit tensionin emocional. Banorët her pas here u kërkojnë të qetësohen, por tensioni nuk shuhet lehtë. Në fund, pas një përplasjeje të gjatë verbale, të dy ndalen për disa sekonda. Marrin frym thellë, shikohen ftohtë dhe largohen pak nga njëri tjetri. Debati nuk është zgjidhur, por shpërthimi i parë ka kaluar. Nervat janë ende aty, por situata nuk përshkallëzohet më tej. Ky moment i ngarkuar me tension, zëra të lartë dhe përplasje karakteresh zgjat më shumë se 5 minuta video, duke treguar konfliktin e fortë mes Limit dhe Klodit, pa dhunë fizike, por me dramë dhe intensitet maksimal emocional. Tensioni mes Limit dhe Klodit arrin kulmin. Të dy qëndrojnë përballë njëri tjetrit, me fytyra të ngrira dhe zëra të fortë. Banorët e tjerë ndalojnë së foluri dhe vëzhgojnë nga larg, duke e ndjerë se situata po shkon drejt një debati serioz. Limi e nisi pari, me një ton të ashpër dhe të prerë. Ai i thot Klodit që të mos merret më me të, duke theksuar se është lodhur nga provokimet dhe komentet e vazhdueshme. Fjalët e tij dalin të forta, plot nerv dhe mllef të mbledhur prej ditësh. Ai shprehet se nuk i pëlqen as pak mënyra se si Klodi flet për të dhe se nuk do të tolerojë më ndërhyrje në punët e tij. Klodi reagon menjëherë, duke mos e pranuar tonin e Limit. Ai i thot se nuk ka frikë nga askush dhe se nuk i pëlqen që Limi përpiqet të imponojë veten. Debati bëhet gjithnjë më i zjarrt, me akuza nga të dyja palët. Secili përpiqet të tregojë se ka të drejtë dhe se tjetri është duke e tepruar. Limi vazhdon të flasë me zë të ngritur, duke i thënë Klodit që ta lërë rehat dhe të fokusohet tek vetja e tij. Ai shprehet se nuk i pëlqen as pak mënyra provokuese e Klodit dhe se kjo po krijon tension të panevojshëm në shtëpi. Ai e quan sjelljen e tij të papranueshme dhe të ulet, duke theksuar se nuk do të lejojë më mungesë respekti. Klodi, nga ana tjetër, përpiqet të mbrojë veten. Ai i thot se nuk është ai që e ka nisur këtë përplasje dhe se gjithmonë ka thënë mendimin e tij hapur. Ai i akuzon Limit se po e bën situatën më të madhe se ç'është dhe se po kërkon konflikt aty ku nuk ka nevojë. Debati zgjat për minuta të tëra, me ndërprerje, zëra të lartë dhe pauza të shkurtra ku secili merr frym dhe përgatitet për fjalën e radhës. Emocionet janë të forta dhe tensioni ndihet në çdo cep të dhomës. Banorët e tjerë përpiqen her pas here të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, por pa shumë sukses. Limi kthehet sërish, duke i thënë Klodit se kjo është hera e fundit që ja toleron sjelljen. Ai shprehet se dëshiron qetësi dhe respekt, jo debate të kota dhe provokime. Fjalët e tij janë të forta, por tani më të kontrolluara, sikur po përpiqet të mos e çojë situatën më tej. Klodi e dëgjon, por nuk tërhiqet plotësisht. Ai i thot se do të vazhdoj të flasë kur mendon se diçka nuk është e drejtë dhe se nuk i pëlqen të hesh vetëm për të shmangur konfliktin. Megjithatë, toni i tij fillon të ulet gradualisht. Pas një kohe të gjatë përplasjeje verbale, debati nis të shuhet. Të dy qëndrojnë në heshtje për disa sekonda, duke marrë frym thellë. Tensioni ende është aty, por shpërthimi i parë ka kaluar. Ata largohen pak nga njëri tjetri, secili me mendimet dhe nervat e veta. Ky moment i ngarkuar emocionalisht zgjet për më shumë se 5 minuta video, duke treguar përplasjen e fortë të karaktereve, nervat e mbledhura dhe konfliktin e hapur mes Limit dhe Klodit, pa kaluar në dhunë fizike,
por duke mbajtur dramën dhe intensitetin maksimal.